Ka momente që nuk duken të mëdha në sipërfaqe, por që ndryshojnë gjithçka nga brenda. Në shtëpinë e Big Brotherit, ku çdo hap monitorohet, paradoksi është i thjeshtë: sa më shumë sy, aq më pak mbrojtje. Sepse turma sheh, por jo gjithmonë ndërhyn. Dhe pikërisht aty, në këtë boshllëk mes shikimit dhe reagimit, lind ndjenja më e rrezikshme për një njeri, humbja e kontrollit mbi veten. Alba e ndjeu këtë humbje jo si goditje, por si zhvendosje. Një shtyrje e padukshme e kufirit të saj personal. Një moment ku fjala jo nuk u dëgjua si kufi, por u shpërfill si pengesë. Dhe kur kufiri shpërfillet, njeriu nuk ndjen vetëm frikë, ndjen se zëri i tij po I merret. Ajo foli. E tha qartë se nuk ndihej mirë. Në një shoqëri të shëndetshme, kjo do të mjaftonte. Në një reality show, shpesh nuk mjafton. Sepse këtu, dinamika e pushtetit ngatërohet me spektaklin dhe respekti rrezikon të bëhet opsional. Eseja e këtij momenti nuk është për një individ të vetëm. Është për mekanizmin. Për mënyrën se si fjala e thënë me forcë përpiqet të zëvendësojë pëlqimin. Për mënyrën se si kontrolli maskohet si afërsi. Dhe për pasojat e heshtura që mbeten te ai që u detyrua të shpjegojë pse nuk donte. Alba e përjetoi këtë si çarje të brendshme. Jo sepse ishte e dobët, por sepse ishte e vetëdijshme. Vetëdia e bën dhimbjen më të mprehtë. Ajo e dinte se nuk ishte thjesht një situatë e pakëndshme, ishte një shkelje e rregullit bazë të marrëdhënieve njerëzore. Respekti për kufirin. Në Big Brother, kufit shpesh relativizohen. Është lojë, thuhet. Është presion, justifikohet. Por kufiri nuk është rregull loje, është e drejtë njerëzore. Dhe kur dikush e kalon, pasoja nuk është vetëm emocionale për viktimën, por edhe morale për ambientin që e toleron. Alba e ndjeu se duhej të mbante dy betejë njëherësh, betejën për veten dhe betejën për narrativën. Sepse menjëherë pas një shkeljeje vjen dyshimi: a e kuptuan të tjerët siç e përjetova unë? A do të më besojnë? Këto pyetje janë barë e dytë. Shpesh më e rëndë se e para. Ajo nuk bërtiti. Nuk kërkoi skenë. Dhe pikërisht kjo heshtje u keq kuptua. Sepse shoqëria shpesh e barazon dhimbjen me zhurmën. Por dhimbja e vërtet është e qetë. Ajo të mbyll brenda vetes dhe të detyron të rindërtosh kufit që dikush tjetër I shpërfilli. Ndërkohë, shtëpia vazhdoi. Kamerat rrotulloheshin. Loja ecte përpara. Kjo vazhdimsi është shpesh ajo që e bën traumën më të thellë, fakti që bota nuk ndalet kur diçka e rëndë ndodh. Dhe njeriu I prekur duhet të gjejë forcë jo vetëm për të shëruar veten, por edhe për të vazhduar të ekzistojë në të njëjtin hapësirë. Eseja nuk synon të demonizojë, por të ndërgjegjësojë. Sepse sjellje të tilla nuk lindin në vakum. Ato ushqehen nga normalizimi I dominimit, nga ideja se insistimi është romantik, se këmbëngulja është pasion. Nuk është. Pasioni pa pëlqim është presion. Afërsia pa respekt është kontroll. Alba, me kalimin e ditëve, e kuptoi se rrimarrja e fuqisë nuk vjen nga përballja e zhurmshme, por nga qartësia e brendshme. Nga të thënit kjo nuk ishte në rregull pa pasur nevojë të bindë këdo. Sepse e vërteta nuk ka nevojë për duartrokitje për të qenë e vërtetë. Big Brother, si eksperiment social, ka përgjegjësi. Jo vetëm të transmetoj, por të reflektoj. Të mos e shndërroj shkeljen në klip. Të mos e relativizoj kufirin si dram. Sepse publiku mëson nga ajo që shet të toleruar. Në fund, kjo ese nuk kërkon fajtor spektakolar. Kërkon vetëdije. Që jo është fjali e plotë. Që bukuria nuk I detyrohet askujt. Që pëlqimi nuk negociohet. Dhe që respekti nuk është opsion, as në lojë, as jashtë saj. Alba vazhdoi rrugën e saj në shtëpi me një peshë më shumë, por edhe me një qartësi të re. Ajo e dinte tani se zëri I saj kishte vlerë, edhe kur u shpërfill. Dhe ndonjëherë, fuqia më e madhe është të mos pranosh narrativën e dikujt tjetër për trupin, mendjen dhe kufit e tu, sepse loja mbaron. Kamerat fiken. Por dinjiteti mbetet.